Radhë parë dua t'ju falenderoj të gjithëve që jeni këtu. Ambasadorin Gjerman edhe në një lloj mënyre iniciatori i turneut, përfaqësuesit e gjitha skuadrave, më jepet mundësia që të përcjell një mesazh për gjithë ju dhe për gjithë shoqërinë në përgjithësi. Në fakt, fjala ime ka nevojë për përkthim, edhe fjala ambasadorit do ketë nevojë për përkthim, por loja nuk ka nevojë për përkthim. Ajo është unike, flet vetë dhe për këtë është loja më e bukur në botë. Unë jam shumë i lumtur që unë dhe gjithë ne që punojmë në futboll kemi komoditetin që të përcjellim mesazhe shumë të rëndësishme për shoqërinë. Nuk është vetëm gara dhe fitoria, por nëpërmjet fitoreve përçohen më mirë mesazhet. Përfitoj nga rasti mjet ambasadorëve gjerman këtu në shtëpinë e futbollit të falenderoj gjithë gjermanët që mirëpritën skuadrën shqiptare, mirëpritën gjithë tifozët shqiptarë në Gjermani gjatë Euro 2024. Manifestim fantastik nga pikpamja organizative e UEFA-s padyshim, por edhe e gjithë organizatorëve bashkive dhe shtetit gjerman. Dyert e shtëpisë futbollit janë të hapura për çdo lloj bashkëpunimi i cili i shërben edukimit të ardhmes të fëmijëve tanë, duke qenë që jemi dhe në prag festash, kemi festa sa më të mira të mbara dhe të presim një vit sa më të suksesshëm 2025. Gjitha skuadrat pjesëmarrëse do luajnë për t'u kënaqur, por njëri do fitojë dhe unë uroj që të fitojë skuadra jonë e federatës. So much. Ambassadors, colleagues from the teams in particular, the participants, and also the guests, the Tifosi. Thanks for your hospitality, the proverbial Albanian hospitality here. Now, December 24 is the end of an eventful year, in particular in football. We had the European Championship, as I mentioned. I would say congratulate Albania for the team and for the supporters. I think all of them have left a very, very remarkable impression in Germany. The team played well. I would say it would have deserved to go farther. And the fans and the supporters actually left an extremely good impression for Albania. Next year we will have the Under-17 European Championships also in Albania. This will be another event where we can sort of cooperate and enjoy good football, enjoy your hospitality.